Në bashkëbisedimin e zakonshëm me ndjekësit në rubrikën Sy më Sy në Facebook, kryeministri Edi Rama tha se Partia Socialiste do të dalë fituese në zgjedhjet e 11 majit me më shumë se 77 mandate dhe rezultatin do ta shpall nga kuqi. Kryeministri kundërshtoi akuzat e opozitës për narkoshtet dhe theksoi rolin e rëndësishëm të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Gjithashtu ai tregoi edhe për një vizitë rëndësishme diplomatike nga homologu britanik para samitit politik evropian që do të mbahet në Tiranë. Shqipërinë në BE mund ta fusë vetëm mund dhe Partia Socialiste, pa diskutim fare. Vetëm ne e fusim Shqipërinë në BE, askush tjetër. Parafitëroni vetëm për 1 sekond bufin e kënetës që ju shfaqet në Bruksel. Edhe ju thot tua të fusë Shqipërinë në BE. Vetëm për 1 sekond parafitëroni. Ndërkohë që na fut në BE-ja, pse duhet ta thua shtia për ta them unë, e thot BE-ja vetë atë. Shumë hapur, shumë qartë dhe thonë të gjithë dokumentat që ne kemi para në tavolinë çdo ditë me BE-n. Dhe e thot de fakti që ndryshe nga çfarë për shembull të shtën ty nga Kanada me shumë bujë, së shpejti ne do të vazhdojmë të hapim kapituj të tjerë të negociatave me BE-n. Nuk ka bërë vaki në historinë e integrimit që fjalë vërtet që një vend të negociojë me këtë shpejtësi. Dhe kjo shpejtësi diktohet nga BE-ja, jo nga ne. Ne kemi qenë gati dhe më përpara se të hapësh negociatat. Po s'kanë qenë gati ata. Sot ne po negociojmë me shpejtësi. Mali i zi që me që ju thua ignorant shqiptarëve, mësohe. Mali i zi ka qenë 2012 që negocion për të hyrë në Bashkimin Evropian. Para sa ne të vinim në qeveri. Dhe sot ne e kemi arritur dhe jemi krah në marrjen e zi, ndërkohë që ne kemi që vjet që negociojmë, por ama ishim përgatitur shumë fort. Kur ata na thoshin po, jo, ne përgatiteshim, dhe kur javën negociatat ishim shumë më përpara. Nëse është 0-0, si shpjegohet që për herë të parë e pa imagjinueshme ka ardhur në Shqipëri i gjithë Bashkimi Evropian. Po jo vetëm kaq. Po do të vinë në Shqipëri në 16 maj, në 16 maj që vjen tani, i gjithë komuniteti politik evropian këtu në Shqipëri. Si shpjegohet nëse është 0-0-0-0? Nëse është 0-0-0-0, si shpjegohen 12 milion turistë? 12 milion turistë. Është vendi me rritjen më të madhe të turizmit. Rritjen më të madhe relative të turizmit. Si shpjegohen 11 milion pasagjerë në aeroportin e Tiranës nëse është 0-0-0-0? Në këtë vend ku turizmi ishte vetëm frymë patriotike dhe lavdi Zotit vinin shqiptarët dhe shqiptarët nga Kosova e Maqedonia që e mbanin gjallë turizmin, se këtu të huajt që vinin për turizëm numëroheshin me gishtat e dorës dhe pastaj e vetëm ajo që bënin ishte që flisin keq kur iknin nga Shqipëria për plerat dhe për llumin që ishte këtu. Po si ka mundësi 0-0-0-0? Si shpjegohet kjo 0-0-0-0?